Horoskopi ditor e del 23 nëntor 2025. Dashi, do kaloni një ditë të këndshme sot pranë atij që dashuroni. Gjithçka do realizohet për mrekulli dhe do ju duket vetja si në ëndër. Beqarët do kenë mundësi plot për takime, mjafton që të hapin zemrën dhe të përfitojnë sa të mundin. Financat do jenë të favorizuara. Gjithçka do realizohet si me magji dhe do ndjeni të qetë kur të shpenzoni. Demi, ka shumë mundësi që të mendoni për një ndarje sot në jetën tuaj në çift. Problemet dhe debatet kanë qenë kaq të mëdha sa që nuk mund të duroni dot më. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Sektori i financave do jetë i animuar. Do e dini mirë sa të shpenzoni, në mënyrë që gjendja të vazhdojë të mbetet e mirë. Disa të afërm do ju japin këshilla të vlefshme. Binjakët, ditë shumë elektrizuese kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Mund të keni shpesh përballje të forta me partnerin dhe do mendoni negativisht për të ardhmen. Beqarët do futen në një fazë të re të jetës sentimentale. Ndryshimet do jenë rrënjësore. Financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të mundshme. Megjithatë, mirë është të mos merrni asnjë para hua. Gaforja, ndikimi i yjeve në jetën tuaj në çift do jetë i kontrakstuar gjatë kësaj dite. Herë do dashuroni me pasion dhe herë do debatoni ashpër me të. Beqarët do realizojnë takime premtuese, të cilat dal ngadalë do ndryshojnë rrjedhën e jetës. Financat do jenë të qëndrueshme. Ata që do besojnë lotove mund të fitojnë edhe shuma goxha të majme. Gjithsesi, kjo nuk duhet të bëhet rrugë. Luani, dashuria për çiftet do lërë goxha për të dëshiruar. Në disa momente do gjeni debate aq të zjarrta sa që do mendoni me njëherë ndarjen përfundimtare. Beqarët do t'i marrin gjërat sa më shtruar dhe jo të nxitohen. Perspektivat financiare janë goxha të mira gjatë kësaj dite. Do arrini të kryeni të gjitha shpenzimet e nevojshme dhe mund të blini edhe diçka luksoze. Virgjëresha, nuk do jeni as pak në humor gjatë kësaj dite për të duruar sakate atij që keni në krah, dhe kjo mund të sjellë mosmarrëveshje të shumta. Beqarët do ndihen të izoluar dhe nuk do mundin dot të kenë njohje të reja. Në planin financiar do merreni seriozisht me menaxhimin e të ardhurave dhe do e përmirësoni shumë shpejt gjendjen. Peshorja, ditë shumë problematike kjo e sotme për të dashuruarit. Do keni debate të ashpra, të cilat mund të çojnë në një gjendje teje të trazuar. Kujdes, beqarët ende nuk do ndihen gati të fillojnë një lidhje, edhe pse nuk do ju mungojnë mundësitë. Buxhetin menaxhojeni me kujdes dhe maturi, nëse doni që situata të mbetet sa më e qëndrueshme. Akrepi, ditë mjaft të qëndrueshme kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Do kuptoni më së miri me partnerin dhe nuk do keni asnjë përballje të fortë me të. Beqarët do jenë të turpshëm dhe nuk do përfitojnë nga ftesat që do ju bëhen. Nëse nuk duan të mbeten përgjithmonë vetëm, duhet të ndryshojnë sjellje. Gjendja financiare do vijë duke u përmirësuar. Shigjetari, do kaloni qaste vërtet të lumtura sot pranë atij që dashuroni dhe nuk do preferoni të ndaheni për asnjë sekond. Beqarët do kalojnë një ditë më të këndshme se më parë, duke qenë se do realizojnë edhe disa takime të papritura. Financat do jenë mjaft delikate. Jo vetëm që nuk duhet të jepni hua, por dhe shpenzimet e zakonshme duhet i kryeni me kujdes. Britsjapi, do merrni bekimin e hyjeve gjatë kësaj dite juve që jeni në një lidhje dhe gjithçka do ju shkojë si e kishit të ndaruar. Shfrytëzojeni çdo sekond. Beqarët do e çojnë më tej një njohje që kanë pasur së fundmi dhe do ndryshojnë statusin. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër, sepse po bët ndonjë gabim të vogël, gjendja mund t'ju dalë tërësisht jashtë kontrollit.
do ndjeni shumë të sigurt gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe do bëni gjithçka që ta kënaqni veten dhe atë që keni në krah. Emocionet dhe kënaqësitë do jenë të pafundme. Beqarët do joshin persona të shumtë. Vetëm në fund të ditës do gjejnë atë më të përshtatshme. Financat do jenë më të mira, kështu që do keni mundësi të kryeni ndonjë shpenzim më tepër. Peshqit. Do bëni projekte afatgjata sot juve që jeni në një lidhje. Do ndjeni mirë dhe të sigurt pranë atij që dashuroni. Beqarët do e lënë të pamundur dhe sot ta bëjnë për vetë personin që kanë kohë që e pëlqejnë. Kjo do i trishtojë pa mas, por miq kurse si nuk do i lënë të bijë në pesimizëm. Të ardhurat do vinë duke u përmirësuar dal nga dal.